Dje, erdhi sërish në Vlorë antivlonjati më i madh i të gjitha kohrave. Erdhi në Vlorë me helikopter taksi, ndërsa të gjitha rrugët e vendit janë në kolaps infrastrukturor. Korrupsioni i rrugëve, abuzimet e njëpasnjëshme me tendera të fryera dhe shifra miliona euro, rrugët e tij dhe të Lubis, rrugët e Florinta, po lëm pas rënoja, më keq se çka lën ky uzurpator Shqipërinë dhe shqiptarët. Ato janë shembur dhe po shemben si pasojë e abuzimeve dhe vjedhjeve të mëdha korruptive. Erdhi në Vlorë ditën kur numri 2 i qeverisë është një hap larg burgut. Ky kryetar sekti, në fundi i të cilit është më i afër se kur, nuk erdhi as për ndonjë investim të madh, ashtu siç shet gjithmonë ardhjen e tij në qytet, as për ndonjë plan strategjik. Ai vjen sa herë që Vlora është plaç Keradës. Kryeministri antivlonjat, një rrugë që ka ta ndisi Vlorën të mos jetë më Vlorë, mbriti dije në qytet më i nxirr se çdo herë tjetër, sepse zullumet po i zën frymën. Erdhi në Vlorë ditën kur qyteti në pjesën më të madhe të tij është pa furnizim të rregullt me ujë. Erdhi në Vlorë ditën kur qyteti është në një kaos të madh urban dhe infrastrukturor. Erdhi në ditën kur kaosi administrativ dhe ligjor në qytet është i pranishëm në çdo institucion. Fliste me këmbë me duar, gjoja për investime e zhvillime, por ato gestikulacione nuk ishin asgjë tjetër, veç se sikleti dhe laku që po i shtrëngohet dita ditës dhe po i merr frymën. Erdhi i vetëm, i mjerë me 10 trupëroja, i pashoqëruar nga asnjë funksionar lokal, jo se këta janë më të mirë se ai, por kryeministri i uren institucionet. Ai uren njerëzit e këtij qyteti, ai i zhvlerëson institucionet dhe përfaqësuesit e tij lokal. Ai do të jetë gjithçka. Do të bëj kryeministrin, kryetarin e bashkisë, arkitektin, Baçevanin e lloj e soj punësh të tjera. Ardhja e tij në Vlorë nuk ishte asgjë tjetër thjesht një tërheqje vëmendje nga zullumet e lubisë së tij, e cila është një hap larg Qelis. Dhe këtë tërheqje vëmendje ai do ta bëjë me Vlorën. Kësaj here syrin diabolik të tjetërsimit të plaçkitjes va ka vënë godinave të universitetit dhe pallatit të kulturës në zonën e Skelës, sepse atij nuk intereson asgjë nga ky qytet. Ai e uren Vlorën dhe për çdo minutë që do vazhdoj si kryeministër, ai nuk do lërë copë dhe pjesë të Vlorës pa marrë, plaçkitur e tjetërsuar.